Shkolla fillore e mesme e Ullët, Zenel Hajdini, ndodhet në qendër të fshatit dhe është një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit në zonë. Arsimimi në këtë trevë filloi përmes një mejtebi fetar, themeluesit e të cilit ishin Muharrem Jupaj nga Gadimja e Ullët dhe Ismail Efendiu nga Prishtina. Me vendimin e Ministrisë së Arsimit të Jugosllavisë së Vjetër në vitin 1926, hapet paralelja e parë në Gadime me 37 nxënës. Viti 1941-42 për Gadimasit ishte vit kthese, nga se për herë të parë nxënësit e këtij lokaliteti fillojnë të mësojnë në gjuhën amtare. Mësuesit e parë ishin Rushdis Pahiu dhe Kadri Greca. Në fillim numri i nxënësve ishte vetëm 37, ndërsa për pak kohë hapën edhe 2 paralele me gjithsej 63 nxënës. Vit pas viti, fitore pas fitore, kjo shkollë vatër e diturisë rrit shtatin e vet dhe këtë vit arrin të kremtoj 100 vjetorin e themelimit dhe punës edukative arsimore. 100 vite është rruga e kësaj vatre diturie, e mundimshme, jo e lehtë dhe me përgjegjësi e sakrifica të ndryshme. Nga bankat e kësaj treve ka ndalë kuadro të profileve të ndryshme e deri te doktorët e shkencave. Ndërsa tani, falë mbështetjes nga komuna, objekti shkollor është renovuar tërësisht, ka 22 mësinjtore, kabinete, bibliotekë e gjithashtu sallën edukatës fizike, me të cilat tani do të njihemi veç e veç. Korridoret e shkollës nuk janë më thjesht hapësira kalimi, ato janë kthyer në galeri arti, ku çdo mur flet me ngjyra, ide dhe ëndra të nxënësve. Pikturat dhe punimet e ekspozuara tregojnë historitë e tyre, mendimet, emocionet dhe mënyrën se si e shohin botën. Çdo vizatim është një zë, çdo poster është një mesazh. Në këto korridore, kreativiteti nuk qëndron i fshehur në fletore, ai del në dritë, frymëzon dhe i bën nxënësit të ndihen të vlerësuar. Këtu, shkolla bëhet më shumë se një vend mësimi. Kur nxënësit shohin veprat e tyre të ekspozuara, rritet vetbesimi i tyre dhe ndjenja e përkatësisë. Këto korridore tregojnë se arti, bashkëpunimi dhe krijimtaria janë pjesë e jetës së përditshme shkollore dhe se çdo nxënës ka diçka të bukur për t'i treguar botës. Kabinetet e biologjisë dhe kimisë janë zemra e mësimit praktik në shkollë. Janë hapësirat ku teoria merr formë, ku nxënësit nuk mësojnë vetëm nga libri, por edhe nga vrojtimi, eksperimenti dhe puna konkrete me mjete laboratorike. Modelet anatomike të trupit të njeriut, skeletet dhe organet e riprodhuara, me pajisje laboratorike, mjete didaktive dhe ambiente të organizuara. Kabineti u krijon nxënësve mundësi të kuptojnë më mirë botën përreth nesh. Ky ambient i sigurt dhe i përshtatshëm nxit të menduarit kritik, bashkëpunimin dhe respektin për rregullat e sigurisë në laborator. Posterët shkencor dhe materialet ilustruese ndihmojnë nxënësit të kuptojnë më qartë strukturën dhe funksionimin e organizmit të njeriut dhe botës së gjallë. Salla edukatës fizike, aty ku dikur mungonin kushtet e duhura për stërvitje, tani ka lindur një hapësirë e re, shprese, energjie dhe frymëzimi. Salla edukatës fizike është renovuar plotësisht, duke u shndruar në një ambient modern, të sigurt dhe motivues për të gjithë nxënësit. Çdo orë mësimi kthehet në një mundësi për të mësuar për rëndësinë e një jete aktive dhe të shëndetshme. Kjo nuk është vetëm një investim pamjeje, është një investim në shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve. Tani, nxënësit kanë një vend ku mund të lëvizin lirshëm, të zhvillojnë aftësitë fizike dhe të mësojnë vlera si disiplina, puna në ekip dhe respekti për njëri tjetrin.
Biblioteka është një nga hapësirat më të rëndësishme të dijes dhe qetësisë. Ajo është vendi ku nxënësit takohen me librin, me informacionin dhe me botën e ideve. Biblioteka në shkollë nuk është thjesht një dhomë me libra. Ajo është një urë drejt dijes, një hapësirë që formon shprehi të shëndetshme të leximit dhe një investim në zhvillimin intelektual e kulturor të nxënësve. Në bibliotekë, çdo nxënës gjen një mundësi për të mësuar më shumë dhe për të zbuluar veten. Mes rafteve të mbushura me libra, nxënësit gjejnë botë të reja, histori frymëzuese dhe përgjigje për pyetjet e tyre. Këtu, leximi bëhet udhtim dhe dienia bëhet përvojë personale. Çdo libër është një hap më afër ëndrave të nxënësve. Me zhvillimin e teknologjisë, pajisja e klasave me projektor ka sjellë një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si zhvillohet mësimi në shkollë. Nga një mësim i bazuar kryesisht në libra dhe shpjegime në tabelë, sot nxënësit përballen me një proces më bashkëkohor, më vizual dhe më tërheqës të nxënit. Nxënësit mësojnë më lehtë kur shohin, dëgjojnë dhe diskutojnë njëkohësisht duke përdorur shembuj konkret, pamje ilustruese dhe ushtrime praktike. Projektorët krijojnë mundësi për mësim më kreativ. Kjo teknologji nxit pjesëmarrjen aktive dhe rrit motivimin në klasë. Integrimi i teknologjisë në mësimdhënie është një hap drejt një shkolle moderne ku nxënësit mësojnë në mënyrë bashkëkohore dhe përgatiten më mirë për botën digjitale. Në kuadër të përmirësimit të kushteve për mësim dhe zhvillim të aftësive digjitale të nxënësve, shkolla jonë ka pajisur kabinetin e teknologjisë me mjete dhe pajisje moderne. Ky investim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një arsimimi më bashkëkohor dhe praktik. Kabineti është furnizuar me kompjuter të rinj, projektor, printer dhe pajisje të tjera ndihmëse, që mundësojnë nxënësve të punojnë në mënyrë efikase. Tashmë, ora e teknologjisë nuk është vetëm teorike, por zhvillohet përmes punës praktike, kërkimeve në internet, përgatitjes së prezantimeve dhe realizimit të projekteve të ndryshme digjitale. Nxënësit kanë mundësi të mësojnë përdorimin e programeve kompjuterike, krijimin e dokumenteve, prezantimeve, tabelave dhe madje hapat e parë në programim. Kjo ndikon drejt për drejt në rritjen e kapaciteteve të tyre për të ardhmen dhe t'i përgatit për sfidat e botës moderne.